Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Sali Berisha mbetet kandidati i vetëm për drejtimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 majit. Komisioni zgjedhor ka skualifikuar dhe mos konsideruar disa kandidaturat të tjera për shkak të kritereve statutore. Procesi pritet të pasohet nga Kuvendi Kombëtar dhe ndryshimet në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike. Partia Demokratike e Shqipërisë ka zyrtarizuar se në garën për kreun e partisë në 23 maj do të ketë vetëm një kandidat, Sali Berisha, duke kthyer procesin në një rikonfirmim të liderit historik të forcës më të madhe opozitare në vend. Vendimi është marrë nga Komisioni Zgjedhor i partisë, i cili ka skualifikuar kandidaturën e Mereme Selës dhe Vladimir Mulajt me argumentin se nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara për profil politik dhe publik. Ndërkohë, kandidatura e Ervin Salianit dhe Evi Kokalarit dhe Alesia Balliut nuk janë marrë në shqyrtim, pasi sipas partisë nuk kanë statusin antarësisë në këtë forcë politike. Si rrjedhoi procesi zgjedhor i 23 majit, pritet të shërbejë si një vot besimi për Sali Berishën, i cili do të kërkojë mbështetjen e delegatëve për një mandat të ri 4 vjeçar në krye të partisë. Pas përfundimit të zgjedhjeve me 30 maj, pritet të mblidhet Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, ku do të miratohet ndryshimet statutore dhe do të zgjidhet strukturat e reja drejtuese, përfshirë edhe Këshillin Kombëtar. Paralelisht, një grup pune i drejtuar nga Gazmend Bardhi po diskuton ndryshimet në status, të cilat sipas burimeve nuk pritet të prekin në rolin e kryetarit, por më shumë organizimin e brendshëm të partisë dhe funksionimin e strukturave. Procesi i brendshëm zgjedhor pritet të përmbyllet në mes të qershorit, kur Berisha do të ketë mundësinë të formojë ekipin drejtues që do të udhëheqë opozitën në sfidat elektorale të ardhshme, përfshirë zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare. Ervin Saliani ka reaguar ashpër pas vendimit për skualifikimin e disa kandidatëve nga gara për kreun e Partisë Demokratike. Ai akuzon Sali Berishën dhe drejtimin aktual, në të cilën po e çon partinë drejtshuarjes. Saliani bën thirrje demokratëve që të mos heshtin dhe të kërkojnë me padyshim ndryshimin. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar pas vendimit të Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike për skualifikimin e Mereme Selës dhe Vladimir Mulajt nga gara për drejtimin e partisë, proces në të cilën Sali Berisha mbetet kandidat i vetëm për zgjedhjet e 23 majit. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, Saliani ka akuzuar drejtuesit aktual të PD-s dhe Sali Berishën se po e çojnë forcën më të madhe opozitare drejt dobësimit dhe shuarjes graduale. Ai thekson se Partia Demokratike nuk mund të funksionojë si parti e një individi, por duhet të rikthehet në një forcë të hapur dhe përfaqësuese. Saliani e cilëson Berishën si një figurë të konsumuar politikisht, të izoluar dhe të paaft për bashkuar opozitën, duke lidhur situatën aktuale me humbje të një pasnjëshme elektorale të Partisë Demokratike në vitet e fundit. Në reagimin e tij, ai ngri gjithashtu një sër pyetjesh mbi përgjegjësitë për drejtimin e partisë, përfshirë hartimin e listave në mënyrën e organizimit të fushatave zgjedhore, duke i konsideruar këto faktor si pjesë dështimeve të përsëritura të opozitës. Saliani thekson se çdo ditë që Partia Demokratike vazhdon në këtë drejtim, sipas tij, është një humbje për vetë opozitën dhe për vendin. Ai shton se ndryshimi brenda partisë është i domosdoshëm për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe për të mundësuar rotacionin politik në Shqipëri. Në përfundim të reagimit të tij, ish-deputeti i bën thirrje demokratëve që të mos heshtin përballë situatës aktuale dhe të kërkojnë një parti më të hapur, më konkurruese dhe më të orientuar drejt zgjedhjeve të ardhshme. Kryeministri i vendit Edi Rama e ka cilësuar Bashkimin Evropian si një bekim për Shqipërinë. Deklaratat u bën gjatë një ekspozite artistike në Berlin, ku ai theksoi edhe sfidat e procesit të zgjerimit. Kryeministri rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri i vendit Edi Rama ka deklaruar në Berlin se Bashkimi Evropian përbën një bekim për vendin dhe për procesin e ndërtimit të institucioneve shtetërore. Deklaratat u bën gjatë ekspozitës artistike Krizalimi, të organizuar në kryeqytetin gjerman, ku Rama prezantoi disa nga veprat e tij në pikturë dhe skulpturë. Gjatë një bashkëbisedimi me ambasadorin italian në Berlin, Fabrizio Bucci, ai u ndal edhe te procesi i integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Edi Rama thekson se metodologjia e zgjerimit Bashkimit Evropian
Europian është një proces kompleks dhe shpesh i ngadalt, por sipas tij mbetet efektiv në ndërtimin e institucioneve demokratike. BE-ja është një bekim për ne, roli i saj është i dobishëm për ndërtimin e institucioneve dhe ajo di se ta bëj këtë. Është procesi më neurotik i mundshëm, por funksionon. Fal kësaj ne kemi ndryshuar. Më para të tham fjalët e duhura, por veprimet nuk pasuan. Kur erdhi pushtimi, ata kuptuan se të gjitha palët jashtë bllokut mund të humnin. Kryeministri gjithashtu theksoi se Shqipëria mbetet e përkushtuar për të përmbushur detyrimet e saj në rrugën drejt antarësimit në BE, duke vijuar reformat dhe përpjekjet për parafrimin me standardet europiane. Ne duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë dhe ne do të ecim përpara, sepse kështu përmirësohemi. Lajmi i mirë është se nuk do të bëhemi kurrë një Gjermani, sepse nuk jemi të aftë për të, por një Itali e vogël. Në një reflektim më të gjerë, Rama foli edhe për ndryshimet në vend ndër vite, duke e krahasuar zhvillimin e Shqipërisë me modele të tjera europiane dhe duke nënvizuar se vendi po ndjek një rrugë të vetëm të transformimit. Sipas tij, procesi i integrimit dhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian beten faktor kyç për modernizimin e institucioneve dhe zhvillimin afatgjatë të Shqipërisë. Partia Demokratike ka miratuar kalendarin për ndryshimet e statutit. Procesi parashikon disa faza konsultimi dhe shqyrtimi të propozimeve nga strukturat e partisë. Vendimi përfundimtar pritet të merret në Kuvendin Kombëtar me 30 maj. Grupi i punës për ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku është miratuar metodologjia e punës dhe kalendari i detajuar për procesin e rishikimit të dokumentit themelor të partisë. Sipas njoftimit zyrtar, procesi do zhvillohet në disa faza të mirëpërcaktuara nga data 1 deri në 10 maj. Çdo antar i partisë, përfshirë kryesin, Këshillin Kombëtar, grupin parlamentar dhe Kuvendin Kombëtar, do të kenë mundësi të paraqesin propozime për ndryshime ose përmirësime në statut. Paralelisht, edhe antarët e grupit të punës do dorëzojnë me shkrim sugjerimet e tyre. Në fazën pasuese, nga 11 deri në 14 maj do të bëhet shqyrtimi të gjithë propozimeve të mbërritura, ndërsa në periudhën 15-20 maj pritet hartimi i draftit final të ndryshimeve statutore. Ky draft do t'i dorëzohet kryetarit dhe sekretarit përgjithshëm të partisë për vijimin e procedurave të brendshme. Më pas, deri në 25 maj, dokumenti do të kalojë për shqyrtim dhe miratim në kryesi dhe në Këshillin Kombëtar për t'u dërguar përfundimisht në Kuvendin Kombëtar të partisë. Vendimi final për ndryshime në statut pritet të merret në 30 maj, kur është përcaktuar edhe mbledhja e këtij forumi më të lartë të partisë. Në njoftim theksoi gjithashtu se puna e grupit dhe propozimet e paraqitura do të mbeten konfidenciale, ndërsa mbledhjet do të zhvillohen me dyert të mbyllura deri në finalizimin e draftit zyrtar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe delegacioni i PD-s zhvillua një takim me ministrin Timço Muçunski në kuadër të forumit ndërkombëtar në Zagreb. Palët theksuan rëndësinë e integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal. Në fokus ishin të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe korridori 8. Delegacioni i Partisë Demokratike dhe i Partisë Republikane, kryesuar nga Sali Berisha, ka zhvilluar një takim me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Timço Muçunksi, në kuadër të punimeve të forumit të Unionit Ndërkombëtar të Demokracisë që po mbahet në Zagreb. Gjatë bisedimeve, palët të ndanë qëndrim se procesi i integrimit evropian betet një faktor kyç për të ardhmen e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për stabilitetin e përgjithshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Sali Berisha vuri theksin te domosdoshmëria e dhe avancimit të drejtave të komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke konsideruar këtë si element thelbësor për bashkëtesë të qëndrueshme dhe marrëdhënie të besueshme ndërmjet komunitetit dhe shteteve. Në qendër të diskutimeve u vendos edhe korridori 8, i cili u vlerësua si një projekt strategjik infrastrukturor për lidhjet e rajonit në tregjet europiane me potencial për të nxitur investime dhe për të krijuar vende të reja pune. Palët diskutuan gjithashtu për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha si energjia, infrastruktura dhe siguria rajonale, duke theksuar rëndësinë e koordinimit më të ngushtë në kuadër të organizatës ndërkombëtare dhe proceseve euroatlantike. Firma ligjore që përfaqëson Erion Veliajni ka dërguar letër ambasadave dhe organizatorëve ndërkombëtar në Shqipëri. Në fokus është seanca e 8 majit në gjykatën administrative dhe kërkesat për transmetim publik të saj. Çështja lidhet me legjitimitetin e prokurorit të dosjes dhe pretendimet për shkelje procedurale. Dy firma ndërkombëtare ligjore,
Kashovic Benson Torres dhe Mishkon Dereja kanë ndërzuar një letër zyrtare në emër të Erion Veliajt, drejtuar përfaqësuesve diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare në Shqipëri. Në këtë letër kërkohet angazhimi i tyre për të monitoruar nga afër seancën gjyqësore të datës 8 maj në gjykatën administrative, si dhe procesi të zhvillohet me transparencë të plotë, përfshirë transmetimin e drejtpërdrejtë të seancës. Seanca ka në qendër një çështje që lidhet me lishmërinë e emërimit të prokurorit Ols Dado, i cili është prokurori kryesor në hetimet ndaj Veliajt. Sipas pretendimeve të paraqitura në letër, emërimi i tij është i pavlefshëm, pasi sipas palës mbrojtëse, ai nuk plotson kriteret e detyrueshme ligjore në ushtrimin e funksionit të prokurorit, përfshirë përfundimin e shkollës së magjistraturës ose një përjashtim të ligjshëm nga ky detyrim. Në dokument theksohet se nëse këto pretendime rezultojnë të bazuara, atëherë të gjitha veprimet hetimore të ndërmarra nga prokurori në këtë çështje mund të konsiderohen të cënueshme juridikisht, që në fillim Erion Veliaj shpreh gjithashtu shqetësimin se çështja mund të mbyllet në mënyrë procedurale, pa u shqyrtuar në themel, duke ngritur dyshime për mungesë transparence dhe për respektimin e standardeve të procesit të rregullt ligjor. Në letër përmenden edhe pasojat që sipas tij burojnë nga këto zhvillime, përfshirë vazhdimin e paraburgimit, kufizimet në aksesin ndaj mbrojtjes ligjore dhe hetimet që shtrihen edhe mbi jetën private dhe familjen e tij. Kërkesa për përfshirjen e avokatëve ndërkombëtar vjen si një përpjekje për të rritur vëmendjen mbi procesin gjyqësor dhe për të garantuar sipas palës mbrojtëse respektimin e standardeve të drejtësisë dhe transparencës në vend. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vrasjen e një 22 vjeçareje në kryeqytet në shkurt të vitit 2025. I dyshuari kryesor shtetasi libanez Fadil Alan do të gjykohet në mungesë për vrasje në rrethana cilësuese. Autoritetet shqiptare nga ana tjetër kanë bashkëpunuar përmes letër porosive dhe procedurave ndërkombëtare. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet për ngjarjen e rëndë të ndodhur në shkurt 2025 në Tiranë, ku humbi jetën 22 vjeçaria Rayan Alean. Sipas dosjes hetimore, babai i saj, Fadi Alean, akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese për shkak të lidhjeve familjare dhe do të gjykohet në mungesë. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në 22 shkurt 2025 në një apartament me qira në qendër të Tiranës, ku babai dhe vajza kishin mbërritur disa ditë më parë me 19 shkurt. Trupi i pajetit të res u gjet 5 ditë më vonë nga pronarja e banesës. Një herë pas ngjarjes, Fadi Alean u largua nga Shqipëria dhe u arratis drejt Libanit, ku më vonë u arrestua nga autoritetet lokale pas një operacioni ndërkombëtar bashkëpunimi. Megjithatë, drejtësia libaneze ka refuzuar ekstradimin e tij në Shqipëri, duke lënë procesin gjyqësor në vend të zhvillohet në mungesë të pandehurit. Gjatë hetimeve, Prokuroria e Tiranës ka dërguar edhe letër porosi në Gjermani për marrjen e dëshmive të nënës së viktimës dhe të afërmëve të saj. Megjithatë, sipas prokurorisë, dëshmitë e tyre nuk kanë si edhe elemente të reja me rëndësi për zbardhjen e plotë ngjarjes. Rasti është ndjekur me vëmendje nga autoritetet ndërkombëtare për shkak të natyrës së tij dhe përfshirjes së disa jurisdiksioneve. Sipas të dhënave të hetimit, ekzistojnë pretendime nga disa persona të afërt me viktimën se vrasja mund të jetë planifikuar nga të dy prindërit, por këto deklarata nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga organet e drejtësisë. Dosja tashmë pritet i kalojë për gjykim, ndërsa autoritetet shqiptare theksojnë se do të vijojnë përpjekje ligjore dhe diplomatike për të siguruar që i dyshuari të përballet me drejtësinë. SPA ka marrë të pandehur 44 vjeçarin rus Vladislav Urban për kanosje me qëllime terroriste. Ai dyshon se ka dërguar një email kërcënues drejt autoriteteve shqiptare në vitin 2023. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet greke. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë zyrtarisht të pandehur shtetasin rus Vladislav Urban, 44 vjeç, i akuzuar për veprën penale kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Sipas PAK, pas më shumë se 3 vitesh hetime, janë mbledhur provat mjaftueshme që mbështesin ngritjen e akuzave ndaj tij. Rasti lidhet me një email të dërguar në shkurt të vitit 2023, drejtuar shefit operacional të aeroportit të Rinasit, ku përmbaheshin kërcënime serioze ndaj sigurisë. Në mesazhin elektronik, i pandehuri pretendoi se kërcënonte me vendosje eksplozivi në aeroport, nëse sipas tij qeveria shqiptare nuk do të pranonte një qendrim politik lidhur me Kosovën. Në të njëjtin email, ai pretendon gjithashtu se kishte marrë peng dy shtetas shqiptar, pretendimi i cili më pas rezultoi pa vërtet. Hetimet e zhvilluara në bashkëpunim me autoritetet greke zbuluan se emaili ishte dërguar nga Selaniku, ku një 44 vjeçar rezultoi rezident. Pas verifikimeve u konstatua se nuk kishte asnjë rast rrëmbimi apo pengmarrje, siç ishte pretenduar me mesazhe kërcënuese.
kërcënuese. Autoritetet theksojnë gjithashtu si pandehuri ka pasur edhe më parë raste të ngjashme të dërgimit të emaileve kërcënuese, çka është marrë në konsiderat gjatë hetimeve. Dosja tashmë pritet kalojë për shqyrtim në gjykatë. Dita ndërkombëtare e punëtorëve ka nisur me protesta në Tiranë nga sindikata dhe punëtorët. Ata kërkojnë paga më dinjitoze dhe respektim të drejtave në punë. Një nga shqetësimet kryesore mbetet siguria në vendin e punës. Dita ndërkombëtare e punëtorëve ka nisur këtë 1 maj në Tiranë me protesta dhe thirrje për përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve. Sindikata dhe përfaqësues të ndryshëm të punonjësve janë bashkuar në një protestë përbashkët duke ngritur shqetësime për nivelin e ulët të pagave dhe pasiguri në vendin e punës. Një nga punëtorët pjesëmarrës u shpreh se vijon të punojë me pak të ulët dhe në kushte presioni, duke theksuar se frika për humbjen e vendit të punës i detyron të mos flasin hapur për situata në të cilën ndodhen. Sot më shumë se sa kur, kjo qeveri, këto institucione duhet të mendojnë për punëtorët dhe për shtresat në nevojë, sepse punëtorët janë më të diskriminuarit. Qeveria ajtutve, prandaj sulm në pensionistët, ti hedhim poshtë të gjithë qeveritarët që kanë bërë nga 20-30 shtëpia. Kemi bërë 8 orë punë dhe kemi shku në aksion dhe vjen fundi, kemi një pension qesharak, 120.000 lek. Qa do bësh me 120.000 lek? Du minimumin jetik. Një tjetër shqetësim i ngritur në këtë ditë lidhet dhe me sigurinë në punë. Sipas të dhënave të referuara nga sindikata, gjatë vitit 2025 kanë humbur jetën 48 punonjës në vendin e punës, përfshirë edhe 2 gra, duke bërë çështjen e kushteve të sigurisë një nga prioritetet kryesore të kërkesave të punëtorëve. Shqipëria dhe Kosova kanë rikthyer regjimin e kalimit pa kontrolle për automjetet me targa të 2 vendeve. Masa do të zgjasë deri në 30 shtator dhe synon lehtësimin e qarkullimit gjatë sezonit veror. Fluksi i udhëtarëve në orët e para ka qenë i lartë me mijëra hyrje nga Kosova. Që prej kësaj të premteje, 1 maj, Shqipëria dhe Kosova kanë rikthyer zyrtarisht regjimin e lëvizjes pa kontrolle kufitare për automjetet me targa shqiptare dhe kosovare. Sipas marrëveshjes mes 2 vendeve, kjo lehtësi do të jetë në fuqi deri në 30 shtator dhe pritet të ndikojë ndjeshëm në përshpejtimin e qarkullimit, sidomos gjatë sezonit veror, ku rritet ndjeshëm numri i udhëtarëve mes 2 shteteve. Automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës do të kalojnë pa ndalesa dhe pa procedura standarde të kontrollit në pikat kufitare, mjetet me targa të huaja do t'i nënshtrohen vetëm kontrolleve të shpejta me qëllim shmangjen e radhëve dhe vonesave, veçanërisht në pikën kufitare Morin Vermic. Ky regjim i lehtësuar rikthehet pas një periudhe 2 mujore ndërprerjeje, gjatë së cilës u aplikuan kontrolle të plota në kufi. Edhe në atë periudhë, megjithatë, fundjavat dhe ditët festive vijuan me lehtësime të pjesshme për qytetarët e të 2 vendeve. Ky model bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës është aplikuar dhe më herët dhe është konsideruar si një masë që lehtëson lëvizjen e lirë, nxit turizmin, forcon lidhjet familjare dhe rrit shkëmbimet tregtare. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në orët e para të ditës së premte në territorin shqiptar kanë hyrë rreth 20.000 qytetar, pjesa dërmuese e të cilëve nga Kosova, duke reflektuar menjëherë efektin e heqjes së kontrolleve kufitare. Do të ecim me të tjera informacione. 3 kongresmen në dhomën e përfaqësuesve në SBA kanë paraqitur një rezolut në mbështetje të anëtarësimit të Kosovës në NATO. Dokumenti thekson rëndësinë strategjike të Kosovës për sigurinë në Europën juglindore. Kongresistët kërkojnë gjithashtu njojën e Kosovës nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. 3 kongresit amerikane kanë depozituar një rezolot në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s duke kërkuar mbështetje të plotë për anëtarësimin e Kosovës në NATO, si një hap i rëndësishëm për forcimin e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Në dokument, ligjvënësit argumentojnë se përfshirja e Kosovës në aleancën ushtarake perëndimore është thelbësore për mbrojtjen e interesave të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara në Europën juglindore. Ata theksojnë se stabiliteti i rajonit mbetet i brisht dhe kërkon angazhim të shtuar ndërkombëtar. Rezoluta nënvizon gjithashtu arritjet e Kosovës në drejtimin e qeverisjes demokratike, kontrollit civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëjetesës multietnike, duke cilësuar këtë si argumente të forta në favor të anëtarësimit në NATO. Sipas kongresistëve, rajoni vazhdon të përballet me përpjekje të destabilizuese nga aktorët kundërshtar, ndërsa përfshirja e Kosovës në aleancë do të shërbente si një kundërpeshë e rëndësishme për të frenuar ndikimet armiqësore për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve në Ballkan.
Në të njëjtën kohë, ata i bëjnë thirrje administratës amerikane që të nxjisë vendet e caktuara të Bashkimit Evropian si Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja, që ende nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës, të rishikojnë qëndrimin e tyre. Rezoluta konsiderohet si një tjetër sinjal politik në mbështetje të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërsa aspiratat për anëtarësimin në NATO mbetet një nga objektivat kryesore strategjike të vendit për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit afatgjatë. Bashkimi Evropian ka pezulluar pagesat për Serbinë nga plani i Europës së Zhvillimit. Vendimi lidhet me shqetësimet për funksionimin e sistemit gjyqësor në vend. Fondet do të mbeten të ngrira deri në përmbushjen e kushteve të kërkuara nga Brukseli. Bashkimi Evropian ka vendosur të pezullojë përkohësisht pagesat e mbështetjes financiare për Serbinë në kuadër të planit evropian të zhvillimit, duke argumentuar se vendi nuk ka përparim të mjaftueshëm në reformën e sistemit gjyqësor. Komisionera Evropiane për Zgjerim Marta Koz deklaroi se vendimi është marrë pas vëzhgimeve për pengesa të përsëritura në funksionimin dhe pavarësinë e gjyqësorit serb. Sipas saj, pagesat do të qëndrojnë të bllokuara deri në momentin kur Beogradi të adresojë dhe korrigjojë problemet e identifikuara. Ne kemi pezulluar të gjitha pagesat për Serbinë sipas planit të zhvillimit, sepse po shohim sërish pengesa në sistemin gjyqësor. Derisa kjo të korrigjohet, vendi nuk do të marrë mbështetje financiare, u shpreh Kos. Ky vendim vjen në një periudhë ku në institucionet e Bashkimit Evropian po zhvillohen diskutime të shupta mbi ritmin e reformave në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kushtet që duhet të përmbushin për të përfituar nga fondet e integrimit. Sipas raportimeve mediatike, Brukseli ka shërtuar edhe mundësinë e bllokimit të një pakete ndihme për rreth 1.5 miliardë euro për Serbinë, kundër faktorët e përmendur janë edhe marrëdhëniet e Beogradit me Rusinë, të cilat prej kohësh kanë shkaktuar debate brenda BE-s. Ky zhvillim konsiderohet një sinjal i qartë i rritjes së presionit të Brukselit ndaj Serbisë për të përshpejtuar reformat në drejtësi dhe për të forcuar përputhjen me standardet e integrimit evropian. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 2 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve, vranësirave dhe rreshjeve të lehta lokale. Paraditja do të ketë intervale me diell në zonat perëndimore, ndërsa në zonat lindore dhe qendrore priten vranësira dhe rreshje të herpashershme. Pasditja vijon me motë të ndryshueshëm dhe përmirësime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 15 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 19 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 20 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 18 gradë Celsius, Berat 9 deri në 19 gradë Celsius, Korç 1 deri në 10 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri në 16 gradë Celsius, Sarandë 9 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 maj 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa në disa zona lindore mund të ketë rreshje të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet
ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatare rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 6 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 5 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Pej 4 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 7 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 7 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.